Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas deklaratës së SPAK, sipas së cilës disa urdhërthirrje të dërguara ndaj tij janë refuzuar në banesë në Selina PD-s dhe në Kuvend. Në një deklaratë për mediat, Berisha i quajti pretendimet e SPAK-ut mashtrime ordinere dhe lloje turpshme politike. Berisha mohon kategorikisht se i është dorëzuar ndonjë njoftim sipas ligjit, duke ngritur dyshime mbi mënyrën se si SPAK pretendon se ka kryer njoftimin. Ai deklaron se as banesa, as selia e PD-s dhe as strukturat e tij nuk kanë marrë një urdhërthirrje të tillë, ndërsa thot se nëse e ka marrë Taulanti me 5 mbiemra, kjo vetëm sa provon lojën e turpshme të Altin Troplinit. Unë respektoj ligjin, nuk merrem me trillime, manipulime apo propagandë banale. Institucionet nuk funksionojnë me mediat, por me njoftim zyrtar, ashtu siç e përcakton ligji, u shpreh ai duke kërkuar që SPAK të bëjë publike emrin e personit që pretendon se ka refuzuar marrjen e zarfeve. Berisha i cilson veprimet e prokurorisë së posaçme shkelje të detyrimeve institucionale dhe akuzon SPAK-un dhe drejtuesit e tij se po zhvillojnë lojra politike të paftyra. Ai bën thirrje SPAK-ut të publikojë provat lidhur me dorëzimin e njoftimeve për të provuar nëse sipas tij kjo është një procedurë ligjore apo një farsë politike e orkestruar. Ndërkohë, në reagimin e sotëm, prokuroria e posaçme sqaroi se procedurat e njoftimit kryera ndaj Sali Berishës janë sipas ligjit dhe se deri tani janë dërguar 2 urdhërthirrje zyrtare përmes shërbimit postar. Deri tani janë dërguar 2 urdhërthirrje përmes shërbimit postës shqiptare më datë 3 nëntor në adresën e banesës, për të paraqitur në SPAK më datë 7 nëntor dhe më datë 7 nëntor në adresën e banesës Partisë Demokratike dhe Kuvendit për të paraqitur më datë 14 nëntor në SPAK.